Faleminderit kryetare dhe njëherë urime për marrjen e kësaj detyre e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme e njëkohësisht sfiduese, por jam besim plot se do ja dilni edhe ju edhe ekipi juaj i jashtëzakonshëm në mënyrë që për të gjithë qytetarët e Mitrovicës të sillni edhe më shumë perspektivë, edhe më shumë projekte, edhe më shumë zhvillim, edhe më shumë shpresë. Ne me Fatonin njihemi që një kohë të gjatë, që kur ishim fëmijë, kemi shku në shkollë bashkë, jemi rrit në Mitrovicë, i njohim për së afërmi problemet me të cilat ballafaqohet ky qytet dhe natyrisht ato janë të shumta, por kam besimin e plot se gradualisht do të rregullohen, edhe me angazhimin e kryetarit dhe ekipit të tij, por edhe me përkrahjen tonë nga niveli qendror, sepse qytetarët e Mitrovicës meritojnë çdo të mirë, meritojnë që përkundër sfidave me të cilat janë ballafaquar, jo vetëm vitet e 90-ta, por fatkeqësisht edhe pas luftës, që tani më t'ju hapet rruga e perspektivës dhe rruga e zhvillimit. Ky qytet, qyteti ku jemi rritur, ka potencial të jashtëzakonshëm. Siç e përmendi kryetari, jo vetëm për shkak të bukurive natyrore që ja ka falë Zoti, por edhe për shkak të traditës që e ka, për shkak të potencialit që e ka njerëzit e Mitrovicës në çdo fushë dhe për shkak të historisë që e ka. Tani, sidomos gjeneratat e reja, presin që të ecin përpara, presin që të zhvillohen, presin që të krijohen vende të reja të punës me perspektivë, dhe natyrisht që edhe bukuria dhe hieshia që i takon Mitrovicës të jetë aty për t'u parë, jo vetëm nga qytetarët e Mitrovicës, por nga të gjithë qytetarët e Kosovës. I uroj shumë suksese kryetarit, jam e bindur se ashtu do t'jetë duke e ditur vullnetin me të cilën punon dhe seriozitetin me të cilën e merr secilën punë, dhe njëkohësisht jam e bindur që edhe nga aspekti politik duke e ditur rëndësinë e Mitrovicës, rëndësinë e krejt kësaj pjese për shtetin tonë, do të bashkëpunojmë sa më shumë që t'jetë e mundur në mënyrë që të vazhdojmë, ta ruajmë sovranitetin e Republikës së Kosovës, ta ruajmë integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Këto toka kanë qenë gjithmonë të shqiptarëve dhe vetë trashëgimia kulturore ilire që shihet kudo në pjesët veriore, sa do të largëta brenda teritorit tonë është dëshmia më e madhe e kësaj. Do të diskutojmë natyrisht për gjatë ditës edhe gjatë vizitave që do t'i kemi, edhe për kujdesin që duhet të jetë ndaj më të vegjëlve, ndaj fëmijëve dhe ndaj grupeve pastaj që kanë më së shumti nevojë, siç e dini këto kanë qenë edhe prioritetet tona si presidencë, sepse edhe suksesi një shteti matet nga ajo se sa tregon kujdes në raport me ata që kanë më së shumti nevojë. Urime edhe një herë kryetare dhe juve dhe gjithë qytetarëve të Mitrovicës dhe do na keni në krah si gjithmonë në përkrahje të çdo gjëje që është në interes të qytetarëve. Faleminderit gjithëve. Marina vazhdon nga veri u pikim, me qenë se i poshtë e Mitrovicës, pëse se ke vizitu Bedriomë dhe zallë qeverisës, kalume, a kina i mendim për qeverisën e ti? Unë kam mendim dhe mendimi i parë është që ajo që sapo e the është fake news, është propagandë, është gënjeshtër. Sepse jo një herë, por disa herë kam vizituar Bedri Hamzën në këtë zyrë, sa ka qenë kryetari i komunës së Mitrovicës. Prandaj, dhe jo vetëm në këtë zyrë, por kemi qenë në vizitë, në për projekte të ndryshme, në shkolla, në biznese, së bashku me të kemi vizituar edhe OJQ të ndryshme. Pra edhe kryetari paraprak e ka pas përkrahjen time të plot, për atë sa është në kompetenca të presidentes. A do të rikthejnë në Gënzak presidentin pas përmendimin të andotë? A keni të tjerë, ndonjë pyetje tjetër? Faleminderit shumë. Studenți,